Përshëndetje shikues të nderuar, dhe mirë se vini në episodin e dytë të podcastit të gjimnazit tonë. Unë jam Edina Peci, jam nxënëse e gjimnazit si dhe anëtare e klubit medial dhe bashkë me mua është Laurena Zymberaj dhe Delvin Muja. Faleminderit që keni ardhur çika. Faleminderit. Tema që kam e folë për sot është a kanë zë adoleshantët në vendimet mëdha. Paraprakisht që mi a fillu me folë ma thellësisht për këtë temë, çika që kupton e jo termin vendimet mëdha, që kishit shpjegu. Unë mendoj që vendimet e mëdha janë ato vendime që nuk bëhen çdo ditë të përditshme dhe aty vejdun pak më shumë inteligjencë dhe pak më shumë mendim për me përcaktu. Njëjtë mendoj edhe unë, mendoj që vendimet e mëdha janë vendimet të cilat mund të ndryshojnë diçka rreth jetës tonë, janë vendime që shpeshherë mund të përcaktojnë të ardhmen tonë. Vendime pra, siç e tha dhe Delvina, që duhet të mendohen mirë edhe sepse kanë një ndikim në jetën tonë. Zakonisht e kena një matritën që thonë, jo, ti nuk din se je shumë i vogël, kur vjen puna për vendimet mëdha. Pse mendoni që ndodh që ky sam se ju japet drejt atritënve për me paraqyku? Unë nuk mendoj që ata kanë të drejtën për me paraqyku, por ndodhin këto paraqykime për shkak se ata e dinë që ata e kanë kaluar të gjitha sfidat që jemi duke i kaluar na, siç e kena kaluar na, edhe më shumë, domethënë që janë të rritur dhe normalisht që mos janë më të rritur e kanë edhe sulme më të zhvilluar. Po, mendoj që ndikojnë pak eksperiencat që kalon dikush në jetë, po besoj që kjo është një arsye që mu paraqyku të rinj që mos me qenë vendimarrës. Domethënë kjo nuk e mohon faktin që të rinjt kanë aftësi që të marrin vendime për jetën e tyre edhe për në shoqëri, domethënë. A mendoni që adoleshantët duhet me pas drejtën për me vendos në aspekte të caktuara, për shembull arsye, mjedis, teknologji. A mendoni që janë të aftë për me bë këta vendime? Mendoj që po, sepse janë tema që e prekin përditshmërinë e të rinjve dhe të adoleshantëve, sidomos në teknologji. Ne dimë që jetojmë në një botë teknologjisë dhe ne fakt vetë jemi rrit me teknologjinë, kështu që mendoj që të rinjt kanë shumë aftësi dhe zvondi që të marrin vendime në këtë fushë. Pra mendimi i tyre dhe vendimarrja e tyre ka shumë rëndësi. Normal që në çdo ambient që një adoleshant merr pjesë në ai do të me bo vendime, nërsa jo bashkë me përcaktu vendimin, po bile me jap opinione dhe ide se çfarë i kish ndihmu ose çfarë nuk është duke i ndihmuar natyrisht. Po, se shpeshherë e dim që të rinjt e shohin pak më ndryshe botën se sa nashta ma të rriturit, edhe kjo ndikon pak qysh me marr vendime. Unë mendoj që adoleshantët pse nuk janë bashkë me një moshë adekuate sipas ligjit për me bë të vendime të caktuara, unë mendoj që janë të aftë për me bë të vendime. Kanë rrit atë nivelin jetë, atë inteligjencën për me ditë çka është mirë edhe çka është keq. Normalisht thash ka edhe adoleshantë din më pak serioz që mundohen mi marrë këto vendime domethënë veç për me bo shaka, për shembull në internet e sene, por nëse kështu mujt domethënë mi marrë këto vendime me seriozitet, Po. Ajo kish me qenë shumë mirë. Unë mendoj që edhe kjo është arsye, Unë edhe mendoj që kjo është arsyeja pse ka fillu paraqykimet për të rriturve për adoleshantët. Domethënë me një farë forme që kjo gjenerat është këgja pak ma serioz sa gjeneratat e kalume, po në mendoj që hala ka adoleshant që mundën më konë serioz edhe perfekt për një temë caktuar. Po, mendoj njëjtë, po shpesh herë dohet që të rinjt edhe adoleshantët të konsultohen me të rriturit. Domethënë, kjo liri e tyre nuk është domethënë një që ata mund të bëjnë çfarë të duan, se është e vërtetë që nganjëherë disa gjëra shikohen ndryshe për të rriturve, ndoshta ne si mendojmë edhe anët negative që mund të pas diçka që ne e marrim si të mirë që janë, po prap duhet që të konsultohemi domethënë që mos më paraqyku. Një pyetje tjetër, a mendoni që adoleshantët e kanë pjekurinë emocionale duhur për me bë këto lloj vendime, qoftë arsim, teknologji? Unë mendoj që njëra prej problemeve pse paraqykum kaq shumë është se e kena, domethënë emocionet i kena më zhvilluara se mendimin kritik. Kështu që ne i marrëm domethënë vendime se çfarë na kish ardhur neve ma lehtë ose neve ma mirë, e jo se çka e kish po ma mirë për këtë komunitetin. Po, mendoj njëjtë, edhe pak domethënë varet prej përvojave, se s'do të thotë që krejt rinjt kalojnë për jetime të njëjta dhe dikush kalon më pak gjësande njëjtë që çato sene nuk mujnë me pjek, domethënë, kështu që ndikon shumë. Po normal që ndikon për persone në person. Po, kjo shumë ndikon për çfarë personi. E kum vrejtë që të sa në gjeneratën tonë ka shumë individa që për një me ndikon shumë ma letë për shoqërisë sa gjeneratat e kalume. Një pyetje që dhe ishta me bë, a janë adoleshantët
të ngjajshëm ose të njëjtë si me brezat e kaluara. Jo, as pak. Mendoj që ka shumë dallime tu fillu s'pari domethënë mënyrën qysh jemi rrit dallon. Unë e thasha më herët që na jetojmë botë teknologjisë edhe prej gjeneratave të kaluara dim që s'është që kanë pas shumë qasje në internet edhe na tash kemi qasje në internet gjithçka që bëjmë domethënë kemi qasje në internet. Kjo është një kryesorja domethënë dallimi që na dallon si gjenerata qasja në internet edhe vetë interneti na ndryshon në mënyrën se si ne i shohim gjërat. Domethënë gjeneratat e tjera se kanë atë shumë. Nashta edhe pse gjenerata domethënë më të rrituna që kur kanë qenë adoleshent ata nuk kanë pas shumë liri për me bo kësi vendime në kohën e tyre e për atë arsye mendojnë që edhe na nuk do të mi bo kësi vendime, për ata do të ndohet mu adaptu me kohën që edhe na domethënë tash përfshijmë në fusha të ndryshme. Unë mendoj që tash kanë fillu edhe të bazu për shembull prej prindërve tonë, kanë fillu edhe prindërit që me kuptu që edhe të rinjët kanë aftësi të mendojnë, edhe gjë që s'ju ka jep mundësi mendoj atyre kur kanë qenë domethënë në moshën tonë. Po, sa atëherë e dina sakt që u kam kohë shumë ma vjetër. I kena një ka njerë prind të thonë atë një nuk bërë se kur jam konën e sa te kum bë kështu, po qëtash e kum vrejt që shumica e prindve pa adaptuar me kohën që janë tash. Po, që thash për ma ndrysha, menoni që ke gjenerata jonë, ose brezi jonë është ma shumë i informum sa brezat e kalu? Po, normal që jena ma të informum se e kena internetin ku mund të shikojmë se çfarë dojmë edhe marrim informata dhe më thënë çdo ditë. Ti do me thonë me platforma si për shembull TikTok-u ti edhe nëse nuk e kërkon një informat, ajo vish mundet me dalë të paraqit edhe të shë. Pra tash që na jena pak ma të informuar dhe nashta edhe pak ma të mëshëm për kohën tonë, sa që kanë qenë prind, se kena pikpamje të ndryshme. Po, dallon pak mënyra që shumë sane të tham, po zë më thonë që jemi ma të menqër, po se menoj që pak interneti na ka bon neve mos me pas shumë përvoja reale. Ma dëmbela. Po, edhe ata kanë pas ma shumë. Ama nashta veç kemi, që thashun e kemi pikpamje të ndryshme, për shembull çështje pak ma të ndoja, atë mundëm me pa prej perspektiva të ndryshme. Unë mendoj që mbahet keq pe individit që përdor internetin. Nëse e përdor në aspekt mësimet për me gjetë informata të reja, unë mendoj që është më i mençur. Po ka dhe për shembull që e përdorin veç për knatësi, për loja, për TikTok, që e përdorin zakonisht. Ku keq përdoret është tjetër. Fiks. Te mediat sociale që e përmenëm, është për hap i jashtëzakonisht shumë kohë të fundit. Unë të ishta një pyetje tjetër mja, po a ndikon media sociale mënyrën qysh një individ ose adoleshentët në këtë rast mendojnë? Normalisht që po, mbase na i shohën domethënë opinionet e tjerëve, edhe nuk është fort që nëse ka dhe fëmijë që kur të shohin një video se najsa në këqyrin a e ka mira i personi që ato fol, për zakonisht edhe veç që shikojmë e thojmë mire pas ka kë, se qështë e pas ka postu dhe na e marrëm qatë opinion. Pra ta është që ti do më thonë, do shme bo edhe pak pulimtime për një tem që ti do me bo, do më thonë me marrë një vendim por edhe kur je pak ma dembel dhe nuk i shikon, pastaj normal që ti veç me thonë qatë po njerëz shumë. Po edhe dim që media sociale do të thonë na japin aftësinë që me shiku çfarë po ndodh edhe më larg, do të thonë çfarë ndodh edhe në botë, jo vetëm në rrethin tonë edhe në shoqërinë tonë aty ku rritemi, po ne shohim edhe më larg, do të thonë pikpamja jon është gjithmonë më e larg se sa e personave do të thonë që s'përdorin rrjetet sociale. Kjo është janë do të thonë më të orientuar sa në çfarë do të fotos. Kanë më shumë dieni po fiks. Ki do të thonë media sociale tematika të ndryshme. Çka do të që veç të vijnë disa shkronja me shumë search bar, edhe janë gjendje me pa gjithçka. Po përderisa ato nuk keq përdoren, po nështë edhe për social media adoleshentët edhe i shikojnë se si vendimet, do më thonë të këqija të vendimeve, që nështë ata të në më konë. Për shambull, në Australi që kanë bo ban social media për njerës në 16 vjetë, kjo do më thonë nuk është që kom i ndalu fëmijët në 16 vjetë, për vetëm kom janol atë lirin, po, ekziston VPN, këta mundë me përdor VPN për me hin media sociale. Tash veç kom kon ma pak e kontroluar se kush ka me hi. Nuk kanë me kallzu, do më thonë, moshën e vërtet, po edhe kanë me kallzu në moshë të rënë. Nëse një pyetje kështu, po kthejmë tash temën për vendimet nda për janë larg media sociale. Nëse një vendim shkollë i prek studentin direkt, qoftë
farë vendime. Sa shumë do të më marrë parasysh mendimi i tyre. Mendoj që shumë, përderisa e tham që kur është një vendim që përfshihen nxënësit në këtë rast, ata e kanë të drejtën që të japin mendimet e tyre dhe të japin vendimet e tyre, si për shembull e kemi Këshillin e Nxënësve që jep edhe merr vendime për nxënësit, po mendoj që zot me qenë i bazuar vetëm prej nxënësve dhe prej adoleshantëve, gjithmonë duke u bazuar dhe duke u këshillu me dikën që ka më shumë autoritet për atë vendim të caktuar. Që ata kishte thonë, unë kisha mënyrë që do të më konë 3 ose 4 përfaqësues të nxënësve të shkollës, të zgjedhur nga nxënësit, edhe atynve do të m'ju një zoni, do të adin ata me tregu si çfarë mendojnë që do të me po, për ju ata me marrë vendimin vetë, se për shembull në shkollë, e dim që shumë studenta, nëse kishin mujt, domethënë e kishin bërë pushimin e ka ca ora, i kishin shkurtuar orët sa më shumë, atë, edhe pse kjo na kishim pas tani ma shumë kohë të lirë, ma shumë kohë për me folë sana, nuk kishim mujt mi zhvillu mësimet se qysh dohet. Se kështu ashtu 45 minuta nuk janë shumë. Po kjo është arsyeja pse na duhet gjithmonë mu këshillu edhe mu konsultu me ma të rriturit. Po, se tash nëse problemin ose vendimin që e merr një objekt shkollor, edhe tash me llogarit, po nxënësa ka që kanë mendime të ndryshme. Tash m'ja marr secilit mendim, normalisht që nuk kena me arritë një zgjidhje. Është mirë mu diskutu me njëri tjetrin edhe me gjetë një zgjidhje drejt, konkrete dhe të saktë që i jep benefitet dy palëve. A janë shembuj të aktivizmit të rinjve dëshmi se adoleshantët munën me bo naj vendim të madh. Shembull e kena Greta Thunberg. Ajo është adoleshente, po ka arrit qaq shumë që gati ketë bota e njohin. Shembull e që qëta aktivistat të rinj janë shembuj që adoleshantët për një me janë të aftë për me marrë vendimet mëdha. Po, mendoj që është si që përmendet të shembuj të mrekullueshëm fakt, e dim që të rinjët tash në këtë kohën tonë janë shumë më aktiv, janë aktiv në për shembull organizata humane, aktiv në shumë pjesë të jetës që ndikojnë në jetën e dikujt. Domethënë mund me bë përmirësime në jetën e dikujt edhe kjo ndikon shumë mirë edhe tregon çfarë pjekurie kanë të rinjët. Domethënë vetëm mendimi se ata, për shembull nëse flasim për pjesën humanitare që t'i ndihmojnë dikujt tjetër, kjo tregon se me të vërtet janë të pjekur edhe janë të aftë të marrin vendime. Unë mendoj që Greta Thunberg kjo është shumë shembull i mirë, domethënë ajo që është më re se na, është domethënë duke folur për problemet që i kena na si shoqëri, jo vetëm si adoleshant, por si shoqëri në tërë, dhe ajo domethënë vetëm me zonin e vet ka mujt që me pru qatë shumë vëmendje të një çështje, sa që edhe ndoshta ajo çështje ka fillu përmirësimin, si për shembull për oqeanin që ka thënë me pastru, tash oqeani është më i pastër sa që ka qenë para disa viteve. Po dhe shpesh herë ndikon që me ngrit kauza të rinjt, edhe kjo tregon me vërtet. Shumë për ta. Aktivistat e rinj, për shembull këtë rast adoleshantët. Për një me është rol me gjetë qëta një lloj njerëz që janë që ka është aftë për me bo një vendim të madh, po unë që më është që bile të paktën shumicës të adoleshantëve që janë më serioz se sa disa tipa tjerë, më ju jap disa mundësi si tilla. Nuk po them tash mundësi ka gjatë mdoja, vendimet mdoja, po bile mu orientu kapak. Ka dalje edhe në fund me qyra ka potencial qaj adoleshant për me arrit ose me bo vendimet mdoja. Unë mendoj që një adoleshant që domethënë nuk është bëll i aftë për me bo vendime të mdoja, edhe kanë mi dështu vendimet, kështu që është mi jap të gjithëve shancën, sepse nëse një vendim është i saktë, pastaj edhe të rriturit kanë më konë me të. A është e rrezikshme që mi jap shumë përgjegjësi adoleshenta në përgjithësi? A mendoni që mundet mu kriju një farë lloj kaosi? S'dia mujna me qujt qaq të rrezikshme, mundet me ndodh kaos, sepse liria e tepërt çon deri në kaos, edhe jo vetëm tek të rinjt, kjo ndodh për krejt moshat. Po, mendoj që po, me raste po, se e tham edhe më herët që domethënë që për çdo sen duhet me qenë vendimtar se ka një herë mund me shfrytzu qatë vendim edhe me bo diçka tjetër, po mënyrë të keqe. Se të rriturit, kur i shkojnë për shembull për shkollë me bo vendime, ata e shikojnë se çfarë të mire mundën që ta nxënësa të ardhmen me jap për shtetin tonë. Nxënësat, domethënë që i naturin më pak të filluar, ne mendojmë se çfarë të mire mënu me bona qëta. Çka mënëm na me bo tash që më kënaq ma shumë, e jo në të ardhmen, domethënë, pra tash që edhe shumë liri tek të rinj nuk është mirë.
Pra edhe një pyetje tjetër që më ka doftë mjaft interesante për më thonë, është a mundet më kanë opinioni i adoleshentëve më i pa anshëm se sa ai i të rritërve? Shumë pyetje e mirë, mendoj që po, se të rriturit shpesh herë kanë mendime dhe marrin vendime për interesat të tyre personale. Kjo do të thonë tregon anshmëri, kurse të rinjët zakonisht marrin vendime dhe mendime që mendojnë do të thonë më shumë për të gjithë. Ata s'pare qesin veten e tyre, po s'mbajnë anë do të thonë të kërkojtë edhe s'kan interesa personale si më të rriturit. Për ata adoleshent që e bojnë qavat që janë panshëm, unë mendoj që është veti shumë e mirë që ti me mendu për të gjithë dhe mos ja majt anën veç njëri, por ne nuk mendoj që adoleshentët mendojnë që ashtu, unë kisha thonë që ndoshta adoleshentët mendojnë për veten më shumë se sa të rriturit. Ka të rritur edhe që mendojnë vetëm për veten, por unë mendoj që kjo është karakteristikë më shumë që adoleshentët e bojnë. Për shembull, një adoleshent nuk ka me qyrë se çfarë janë të dashtë tjerët, po ai ka me thonë unë e pedu qëta, thone edhe që kjo du të më ndodh, a den? A për shembull i rriturin ashta ma shumë e kish marrë këtë vendim si me vota diqysh. Po tash nëse e këshyr me aty se do të thonë nëse mendon veç për veten ke i bjen që ki interesa personale më shumë, edhe prap e potencoj që të rriturit ka më shumë interesa personale për çka marrin vendime. Nashta është puna se të trenjt nuk është që e kanë ende atë mundësi që të marrin një vendim ndoshta që ka me pas një ndikim shumë të madh në jetën e tyre, po nëse trenjt vazhdojnë me ecë me këta hapa, mos me qenë të anshëm, mos me anu nga një palë e caktuar, mendoj që kjo ka me qenë shumë diçka pozitive edhe për të ardhmen. Te çështja që the zakonisht adoleshentat mendojnë më shumë për vete, mu kujtu një shembull që besoj që ketë adoleshentat në moshën tonë, pra individa në moshën tonë e kanë përjetu. Për shembull, jetu diskutu me familje dhe kina çështje familjare që për një me vjen opinion korrekt edhe logjik, kritik domethënë. Edhe e kum vrejt shumë herë që adoleshentat sa herë e shprehin opinionin e tyre për një me nuk ja zajnë për të madhëshëm, thonë jo besoj ky fëmijë është haq se s'din sen. Po në fakt unë mendoj që është shumë e rëndësishme për opinioni i adoleshentit brenda rrethet familjar mu vlerësu, se nëse në qatë rreth nuk vlerësohet çaj menim, atëherë paramenu kur dalin përgjithësi në shkollë, as në shkollë ka me marr tutën me fol me thonë jo s'po foli ma mirë, ç'kis tam ç'tun kanë thonë atë. Kështu unë mendoj që ndo raste i vjen adoleshentit mundësia për me jap do me thonë naj opinion tina për me thonë him ç'to po ndodh. Po, çaja pjesa nëse për një me prej familjes pare nuk vlerësohet mendimi veç pse je fëmijë, edhe te nuk din, kjo është një sen shumë negativ se ma qaj person nuk mundet me marr asnjë vendim. Gjithmonë ka me shku, ka me pas mbrapa ato dikush të i thonë që ti s'munësh, ti nuk din. Unë mendoj ama që edhe shumë adoleshent e përdorin këto që me thonë atë mu prindës po m'len me bosa, mu prindës ma ngan opinionin, kur në fakt ka shumë herë që adoleshenti e ka gabim edhe nëse prindi nuk i thot ti ki gabim, unë na nuk mundu me bo qëto, ai do më thonë edhe ku mu mësu kesh, do më thonë edhe kur shkon punë, e është një punë e caktuar që të me bo, ai ku me thonë, jo na nuk po du me bo qëto, ne po du me bo qëto, kështu që është mirë edhe më konë një farë barazie, me thonë që edhe prind kur e shohin që i ki shumë keq edhe që opinioni jot është shumë i gabum, ose me të mësu që ti me kuptu me ndjek rregulla, edhe adoleshenti do të me kuptu ato si mësim. Po, mendoj që ka një herë të rriturit mendojnë që kur trenjët japin opinionet e tyre, mendohen që t'ja uzën vendin atyre, dhe kjo s'është as pak e vërtet, se trenjët asnjëherë nuk mundohen që të zën vendin e të rriturve me opinionet e tyre, po thjesht të shprehin çka mendojnë, edhe mendoj që bashkëpunimi mes këtyre të dyve ka me kriju domethënë një rreth sa më të mirë dhe më patësor. Nuk mendoj që është puna mja zonë vendin, veç mendoj që dojnë me shprej, dojnë munit përfshim biseda familjare. Jo, po të rriturit mendojnë ashtu, domethënë nëse një fëmijë fol, ti se ki qatë autoritet me fol për qitim. Jo, unë nuk mendoj ashtu, unë mendoj që veç qaj i ri ka qef muni i përfshim diskutimet me familjet. Ose është puna Po për të rion edhe mendoj njëjtë, po sa i përket të rriturve, unë nuk mendoj që të rritur mendojnë që është mendoj që po në disa raste, s'po them krejt raste, me raste, në raste caktuar ndoshta mundet me ndodh tash. Nuk e di si prej eksperiencave, po. Nuk ja di trunit rritë me thonë jo ç'to mendon. Po nuk është mendja. Unë mendoj që po, ka pas raste që
Se për shembull kur vjen puna për një temë shumë ma serioze me familjarët, mundohet adoleshenti me ndihmu, e thot jo se ti i vogël nuk i din këto sene, që ata nashta që i rritën jetë ma autoritar, Po, në edhe që si mundohet raste me kufizu po me ka një raste farë me ku territorin e vet. po ka raste që nashta s'don me pranu që adoleshenti ka të drejtë. Ki edhe Nashta jo në familje, nuk po du me Jo. përfshi familje, si shembull. po në raste në shoqni, Po. në shkolla nashta. Nashta edhe te profat mundet më konë që. Po une po du me përfaqësu, domethënë përgjithësi. Po. Si Po mendoj që përfaqësisht. edhe liria e madhe domethënë i bën dëm adoleshentëve dhe nëse ata kanë shumë liri për me bo vendime në shtëpi ose në shkollë, ajo nuk ai fëmijë ka mu rrit, shpesh me thon keq, nuk ka me ditë se si punojnë rregullat dhe Po. se si ideja vet mushim, se ti për shembull edhe kur të rritesh, edhe si prind, edhe kur punon, ty nuk ka me të ngut gjithë opinionin tënd, nuk Po ka s'ka me jetë gjithçka çashtu që ti don. do me thonë edhe një kufizim i shkon mirë, edhe për adoleshentët edhe për fëmijët. Po se të mëson qysh mu përball me edhe me sani që nashta s'janë Ta çashtu. qysh mi kuptu Qysh mi kuptu. situata të ndryshme. Unë mendoj që kur vjen puna për liri, nuk është të thonë domethënë më ja kufizu me një farë forme liri, pse nuk do të më lanë me bëj gjithçka fëmijët ton. Po unë mendoj këtë është puna qysh është rrit çaj fëmijë. Se nëse nuk u rrit mirë, atëherë më jap lirinë e tepërt me një farë forme, po E keq përdor. ka mu çorodi Po. që thonë. Po unë mendoj që ki në varet mënyrën që është rrit, shiko raportet me prind, raporti është sa në kyç, se nëse nuk e ki raportin e ngushtë me prind, atëherë nuk keme ju kallzu çdo sen që e bën. Tani ai sen, ai përqindje kome te kalu me një mos që kome bo diçka shumë atë Po Është mendoj që edhe një privatësi të fëmijë, do më thonë, ti për me pas, me mujt me bo vendimin e tua, nuk dosh vish mi kallzu prindit gjithçka, se ti si adoleshent nashta si fëmija ti normalisht. Po. ma normal për prind me ditë ma shumë për ty, po si adoleshent ti prindrit nuk do të me të përfshin çdo vendim, siç e thamë edhe më herët, na mundu mi marr vendimet edhe vet, Po, më varet. pa i përfshi opinionin e prindërve tonë, sa apet prindërit tonë nuk e din situatën e Po. jo, ka Po, një herë ma mendoj mirë që se na. është ma mirë me bisedu me ta, se domethënë që na jena të e pa mirë. Nëse na jena të e bani sen, gjithmonë dikush tjetër që e shepi një kondi tjetër ka me pa ma ndryshe Ama unë mendoj situatën. që është rëndësishëm që një adoleshent më mësu qysh me këqyr disa kondive e jo gjithmonë më bazu tek dikush. Po, ama prap Unë që mendoj është se normal do të me ekzistu privatësia të po edhe Të nëse jam kundër adoleshentët. privatësisë, po që tash nuk do me thonë për sanen ma të vogël, me shku mju kallzu prindve, mam, s'po di çfarë blluzë me vesh, a din, më në më orientu pak vet, edhe pse është san i vogël, është shembull pak pa lidhje që e mora, po çto sanet e vogla gradualisht mbledhen, edhe tani më në shkoni aft me bën një vendim tonë. përderisa jena të fol për vendimet të mëdha, vendimet e mëdha mendoj që në moshën tonë, unë jam për mu konsultu me ma të rriturit. Për Është puna se dosh normal gjithmonë me gjetë një person që është ma adekuat, një person që te din që ki me gjetë në mbështetje, po gjithmonë është mirë me marr këshilla, nuk do me thonë ti me vepru, Po. ashtu që është thot dikush tjetër, po me marr këshilla. Nuk është të thonë, tash në varet çfarë vendimi është. Po këshillat unë mendoj që luajnë një rol kësh në vendimin që e marr një adoleshent, për shkak që nëse ngën këshilla pe tritënve që kanë nejt me një farë forme më shumë këto se këta, atëherë mendoj që këshillat kanë me ndiku më shumë edhe në mënyrën që kanë me vendos këta. Po normal, se ti i merr 2-3 këshilla, i menon që ato pak thellohesh edhe çat deri në një përfundim. Fix. Pasi jena edhe ka fundit, ishta me bosi një pyetje përfundimtare, se cilës do me thonë, cilat janë disa fjalë që dëshironi me ju thonë adoleshentëve që nuk e kanë atë lirin që ju duhet për mi bë të vendime ma bazike, ose që dojnë me arrit diçka në jetë. Unë kisha dosh me thonë që çdo mendim i adoleshentëve është shumë i vlefshëm, mundet me ndryshu mënyrën se si një komunitet funksionon, e përmenëm edhe më herë mënyrën e jetesës dikujt, edhe mos me ra preje para gjykimeve të personave tjerë, se s'do me thonë që ne jemi vetëm e ardhmja, ne jemi edhe tashmja, ne punojmë për të tashmen, do me thonë në mënyra të ndryshme, e mos shumë ti duke qenë pjesë të shoqërisë aktive. Po. Unë mendoj që nëse ti ndihesh që vendimet tua në fund do ka marrë në bazë, ti nuk dosh vish me lon ata për më bo, po dosh me fol dhe me luftu për ata që beson ti dhe që nuk do të dalësh. Unë mendoj që çdo adoleshent që gjetet këtë pozitë nuk do të mungur për me fol. Në fundit e ki lirinë e fjalës, vish nuk e kish atë liri ende për me bë do vendime të caktuara, mirë po ti dosh vish me vazhdu edhe me luftu për çka mendon që është e drejta jote.
Po edhe shpesh herë mosha nuk do të thotë që tregon papjekuri. Po. Përvoja që i ka lënë një person, domethënë çka e bën ato si person, kjo është më shumë çka e kallzon sa i pjekt është ai person, jo çfarë moshe e ka. Pra, shikues të nderuar, ky është fundi i kësaj temës. Pra, ju shpresoj që ju ka pëlqyer shumë edhe shihemi në episodin e radhës.